Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Deputeti Sajmir Koreshi ka vazhduar me publikimin e problematikave në zonën e Lushnjës dhe Divjakës. Sot ai postoi në rrjetet sociale pamje nga shkolla e amortizuar në Miz. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka publikuar pamje nga shkolla e fshatit Miz në Divjak, e cila sipas tij ndodhet në gjendje tërësisht amortizuar dhe të degraduar. Ai shprehet se prej 4 vitesh banorët dhe familjet e zonës kanë protestuar për rikonstruksionin e saj, por pas një rezultat konkret. Ai thekson se për shkak të kësaj situate, fëmijët janë të detyruar të ndjekin mësimin në fshatrat fqinj si Kryekuq dhe Divjak, duke rritur kostot financiare për familjet. Sipas deputetit, ndonse shkolla rezulton aktive në dokumente, realiteti në terren është krejt ndryshe, pasi godina është e shkatërruar dhe jashtë funksionit. Kjo është nga zonat më populluara, fëmijët e kësaj zone bujqësore nuk e kanë më mundësinë, edhe pse shkolla është pothuajse gati, shikoj se çfarë gjendje e kanë lënë, e shkatruar e prishën. Dhe gjithë fëmijët e kësaj zone detyrohen të shkojnë po në Kryekuq nga njëra anë, ose në Divjak nga ana tjetër, të bëjnë disa kilometra, të gjejnë mënyrë të familjare për të gjetur transport për të çuar fëmijët e tyre në shkollë, ndërkohë që shkolla me pak lekë mund bësh. Jo vetëm kaq, por jo pat që s'ka as derë të jashtme kanë hequr, shiko se kanë bërë, shiko shkollën si i ka lënë. Nuk e marrin rujtje, vazhdojnë të lënë degrad, ndërkohë që kjo është shumë mirë, që duhet që ka qenë investimi i ri po e kanë lënë. Urdhëro që janë hedhur gjithë librat, i shikoni, pjesën mësimore, urdhëro të gjitha, to janë klasat, janë djeg zjarre, urdhëro që ka pas 2 lumir, shiko që ka qenë, prapë në tavanet varura, e ka lënë degrad. Me shumë pak lek, dhe me dëshirë të madhe nga bashkia, po dhe nga qeveria, që thotë reforma në arsim, kjo shkollë mund bëhet dhe po e tregoj që klasat, urdhëro, tu kanë qenë kabinet, sepse shikojmë dhe la amane, shikoj të njësi është situata, se në qëfar drejtgjeje, shikojmë tavanet, se si kanë filluar të ranë, po ndërkohë që mund të ishin bërë shumë më mirë. Edhe këtu shikojmë gjendet skandaloze gjitha këtyre që kanë lënë degrad. Pra shkollë, dakord? Flasim për shkollën e Mizës, ka qenë shkollë shumë e mirë, gjithë cikli 8 vjeçar. Urdhëro si kemi gjitha të hedhura fletore, mroklla, toklla, çfarë të radhë, ja gjitha klasat. Shikoj si ka lënë bashkëria nuk ka marrë as mbrojtje që mos ta lënë degrad. Po vazhdojnë këtu po marrin kasat e dyrëve, vazhdojnë të vjedhin. Domethënë shikoj si kanë bërë. Dhe me këtë parollë ju përshëndesim. Si thot, arsim cilësor për gjithë. O perani, po shikoni si e keni urdhëro. Ja cilësia me dysheke, me jastake të hedhura. Këshilli Bashkiak i Fierit zgjodhi kryetarin e ri, pasi Antoneta Çunaj dha dorëheqjen përpara votimit të shkarkimit. Melsi Bogdani merr drejtimin me shumicë votash. Me 41 këshilltar prezent në sallë, Këshilli Bashkiak i Fierit votoi për kreun e ri të këshillit. Teksa më herët, me një mocion shkarkimi, grupi socialist i kërkoi Antoneta Çunaj të jepte dorëheqjen. Në këtë mënyrë, zonja Çunaj shmangu votimin për shkarkimin e saj, duke i hapur rrugë procesit për zgjedhjen e kreut të ri të këshillit. Melsi Bogdani u propozua nga grupi më i madh politik në Këshillin Bashkiak, sipas ardhës i zonjës Çunaj. Ajo nuk ka pranuar votim të fshet, duke kërkuar dorëheqjen e parevokueshme, ndërsa në fjalën e saj ka vlerësuar punën 3 vjeçare të Këshillit, duke theksuar se të gjitha vendimet e marra në drejtimin e saj janë miratuar nga prefekti i Qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimeve nuk është kthyer për ndonjë parregullsi apo të jetë hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Ajo ka theksuar gjithashtu se do të vazhdojë të kontribuojë si këshilltare në funksion të vendimarrjeve të drejta për komunitetin. Këtë detyrë unë e kam planuar duke votuar jo vetëm nga këshilltarë socialist, pasi ishte propozimi i tyre, por unë jam votuar me votim të fshehtë nga të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, duke përfshirë edhe këshilltarët të opozitës. Për këtë arsye, siç ma besuat të gjithë ju këtë detyrë, e kisha obligimin të drejtohesha të gjithëve juve si këshilltarë, dhe jo vetëm atyre socialistë, që t'ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për çdo vendimarrje të drejtë që kemi marrë gjatë këtij mandati, të cilën e ka shërbyer më së miri zhvillimit ekonomik e social të bashkisë tonë. Jam krenare që së bashku me ju,
që të gjitha vendimet e marra janë miratuar nga prefekti i qarkut dhe asnjë prej këtyre vendimarrjeve nuk është kthyer për ndonjë paregullsi apo të jetë hapur ndonjë konflikt gjyqësor. Pasi Komisioni Mandateve u mblodh për të verifikuar kërkesën e këshilltarëve të grupit socialist, vijoi procesi i votimit për kreun e ri të Këshillit Bashkiak, ku Melsi Bogdani u votua me shumicë kartonash, me vetëm një vot kundër. Në fjalën e tij, kryetari i ri Bogdani, pasi ka vlerësuar punën e ish-kryetares Çunaj, ka pohuar se Këshilli do të kalojë në një tjetër nivel. Do të falenderoj të gjithëve për mbështetjen, gjithë ata të Këshillit Bashkiak, edhe ata që më kanë përsëritur. Një falënderim të veçantë për ish-kryetare për punën e bërë Britani. Duhet të saktësoj që lidhja ime me ish-kryetaren është njësi jashtëzakonshme dhe nuk ka lidhje fare për pjesën e rizgjedhjes kryetare të Këshillit. Ajo është pjesë e Partisë Socialiste, ashtu siç jemi dhe ne, a Partia Socialiste. Kështu që falenderoj shumë për mbështetjen gjithë këshilltarëve që janë të pranishëm. Ndërkohë, gjithë procesi u monitorua nga deputetët Ramion Kurti dhe Erio Mile. Ministri i Financave Petrit Malaj në konferencën për shtyp deklaroi se nga një korriku nis kompensimi të TVSH-s për fermerët, ku fondi i kompensimit është 400 milion lek për 3 mujorin e parë. Ministri i Financave Petrit Malaj në një konferencë për shtyp deklaroi se ekonomia ka shënuar rritje të ardhurave dhe përmirësim të administrimit fiskal gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026. Ai bëri të ditur se nga një korriku 2026 do të nisë zbatimi i skemës së kompensimit të TVSH-s për fermerët, një masë shumë pritur nga sektori bujqësor. Sipas ministrit, bazuar në vlerësimet paraprake që mbështeten në transaksionet e autofaturave të lëshuara nga grumbulluesit dhe përpunuesit, fondi kompensimit për 3 mujorin e parë të vitit 2026 pritet të arrijë në rreth 400 milion lek. Malaj theksoi se kjo skem synon të mbështesë fermerët të rrisë formalizimin në sektor dhe të përmirësojë zinxhirin e furnizimit në bujqësi. Në planin e tregut punës, për gjatë këtij 3 mujori, kemi të regjistruar 13.825 më shumë punonjës të rinj se sa krahasuar me 3 mujorin e vitit 2025. Gjithashtu për gjatë këtij 3 mujori edhe si rezultat i fushatave sensibilizuese që kemi bërë në sektorin privat, kemi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe po t'i referohemi fashave të pagave nga 70 deri në 100.000 lek, kemi një rritje me 25% pra të këtyre fashave të deklarimit të pagave, pra brenda këtyre fashave, krahasuar me marsin e vitit 2025. Dhe nga ana tjetër, kemi rritje të deklarimit edhe për fashat nga 100 deri në 120.000 lek, ku rritja është 26% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Për sa i përket kompensimit të TVSH-s në bujqësi, ashtu siç është deklaruar dhe më parë, kompensimi i TVSH-s në bujqësi do të fillojë nga data 1 korrik 2026. Megjithatë, administrata tatimore është duke bërë një vlerësim të impaktit që ka kjo politikë e re që kemi ndërmarrë për këtë vit. Vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve, ka një rritje të këtyre transaksioneve për gjatë këtij 3 mujori me rreth 20%, pra janë diku ke 5.642 numri fermerëve që kanë bërë transaksione me grumbullues ose përpunues. Sipas llogaritjeve të bëra nga kjo administrat, shuma potenciale vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogaritë e fermerëve. Bani parasysh që bujqësia ende nuk ka filluar me potencialin e saj plot për të shitur produktet tek grumbulluesit apo tek përpunuesit. Rritja e naftës në tregjet globale reflektohet edhe në Shqipëri, ku Bordi i Transparencës rriti çmimet e karburanteve. Nafta shitet me 208 lek për litër. Rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku treguesi referencë Brent arriti deri në $126.41 për fuqi, niveli më i lartë që nga marsi 2022, ka shtuar frikën për ndërprerje të zgjatura të furnizimeve globale pas bllokadës në ngushticën e Hormuzit.
Kjo situatë është reflektuar menjëherë edhe në Shqipëri, ku Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e çmimeve të karburanteve me 5 lek për litër. Duke filluar nga 30 prilli, nafta do të tregtohet me pakicë deri në 208 lek për litër, nga 203 lek që ishte një ditë më parë. Në tregun me shumicë, çmimi i saj ka arritur në 196 lek për litër. Edhe benzina ka ndjekur të njëjtën trajektore rritëse duke u shitur me pakicë deri në 185 lek për litër ose 5 lek më shumë se një ditë më parë, ndërsa në tregun me shumicë nuk do të kalojë nivelin e 173 lekëve për litër. Vendimi i Bordit të Transparencës ka hyrë në fuqi mesditën e kësaj të njëjteje dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme, kur do të reflektojnë ndryshimet e reja në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar operatorët e tregtimit të nënprodukteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Në rast shkeljesh, autoritetet kanë bërë të ditur se do të ndërmerren masa deri në pezullimin e aktivitetit të subjekteve që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Veprat penale në Shqipëri janë rritur sipas raportit të Istat me mbi 38.000 raste të regjistruara. Gjatë vitit 2025 është shënuar një rritje e ndjeshme e veprave penale në Shqipëri, si në numrin e rasteve, ashtu edhe në personat e përfshirë. Sipas të dhënave të publikuara nga Istat, janë regjistruar mbi 38.000 vepra penale ose 17.4% më shumë krahasuar me vitin 2024. Po ashtu numri i autorëve të dyshuar ka arritur në mbi 45.000 persona, me një rritje prej 13.2%. Ndërkohë gjatë vitit 2025 janë regjistruar 19 viktima nga veprat penale, ku 39% e tyre lidhen me krimet kundër personit. Gratë përbën pjesën më të madhe të viktimave në këtë kategori me rreth 37% të totalit. Numri i procedimeve penale ka arritur në mbi 27.000, me një rritje prej 8.5%, ndërsa janë regjistruar rreth 14.300 persona të pandehur, 9% më shumë se në vitin 2024. Sipas statistikave, vepra penale që ka pësuar rritjen më të madhe është përndjekja, me 70% më shumë raste krahasuar me vitin 2024. Rritje me 27% kanë shënuar edhe krimet me dashje kundër shëndetit, ndërsa në nivele të ngjashme janë shtuar edhe veprat penale në fushën e narkotikëve. Gjithashtu të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria renditet ndër 10 vendet e para në Evropë për numrin e lartë të vrasjeve të qëllimshme në raport me popullsinë. Faktorët që ndikojnë në këtë tregues përfshin konfliktet pronësie familjare, gjakmarrjen, qarkullimin e armëve dhe dobësitë në zbatimin e ligjit. Jo më anonim në rrjetet sociale. Greqia po shkon drejt kufizimit të anonimitetit në rrjetet sociale para zgjedhjeve 2027. Qeveria e Greqisë po bën përparime me planet për të kufizuar anonimitetin në rrjetet sociale, me synimin për të frenuar rritjen e gjuhës së urrëties dhe përkeqësimin e diskursit online. Sipas qeverisë së Greqisë, propozimi tashmë po shqyrtohet në nivelet më të larta, ndërsa vendi përgatitet për zgjedhjet kombëtare të planifikuara në fillim të vitit 2027. Autoritetet argumentojnë se anonimati ka ndikuar në shtimin e kërcënimeve, sulmeve ndaj individëve, dezinformimit dhe manipulimit politik në platformat digjitale. Po ashtu organet e rendit raportojnë vështirësi në identifikimin e personave përgjegjës për aktivitete të palishme të kryera përmes llogarive anonime. Sipas planit, nuk parashikohet ndalimi plot i pseudonimeve, por çdo llogari në rrjetet sociale do të duhet të lidhet me një identitet të vërtetë dhe të verifikueshëm. Kjo do të mundsonte autoriteteve të ndërhyjnë më lehtë në rastet e shkeljeve ligjore. Nisma vjen në një kohë kur shqetësimet për sigurinë online dhe ndikimin e rrjeteve sociale në proceset demokratike janë rritur ndjeshëm në shumë vende evropiane. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.